Partia Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore është koalicioni ku PD së bashku me 25 parti të tjera do të garojnë zgjedhjet e 11 majit. Negociatat e PD me disa prej aleatëve zgjatën deri në orët e vona të së hënës, teksa në mesnatë skadonte edhe afati në KQZ. I fundit me të cilin u negociua dhe u arrit marrëveshje ishte shpëtimi Drizi i PDI-u. Ky i fundit sipas burimeve kërkonte të kishte 2 kandidat për deputet në listat e mbyllura të opozitës, ndërsa negociatori i PD-s Flamur Noka i komunikoi atij se kërkesa do të realizohej përgjysmë. Kështu marrëveshja mes PD-s dhe PDI-us u arrit për 1 kandidat për deputet në listat e mbyllura. Të vështira kanë qenë negociatat edhe me Partinë e Lirisë. Në mungesë të Ilir Metës, në kontaktet e drejt për drejta, negociatat u zhvilluan mes Flamur Nokës dhe Tedi Blushit. Burimet i thonë News 24 se kjo parti do të ketë 4 deputet në listat e mbyllura të koalicionit. Edhe Partia e Lirisë kërkoi më shumë kandidat për deputet në listat e sigurta, plot 10 vende. Por sekretari i përgjithshëm i PD-s ju komunikoi vetëm 4 vende tek listat e mbyllura, ajsa kjo parti arriti të nxirrte deputet në zgjedhjet e vitit 2021. PL-ja do i ketë kandidatët në Tiranë, Elbasan dhe Fier. Ilir Meta pritet të jetë në listat e mbyllura të Tiranës, Edmond Haxhinasto në listat e mbyllura të Elbasanit, ndërsa emrat e tjerë nga radhat e PL-s që përfliten se do të jenë në listat e sigurta do të jenë Erisa Xhixho dhe Tedi Blushi. Negociatat me Partinë Republikane gjithashtu kanë qenë jo të lehta. Kjo pasi Mediut ju propozua që ai të kandidonte në listat e mbyllura të Fierit, propozim që ai e kundërshtoi, duke kërkuar që të jetë në Tiranë. Negociatet e mbyllura prej kohësh kanë qenë ato me Partinë Agrare Ambientaliste të Agrondukës. Kjo parti do të ketë 1 kandidat në listat e mbyllura të Durrësit. Kandidat nuk do të jetë Agronduka, i cili ka lajmëruar publikisht se s'do të jetë më pjesë e kandidimeve, edhe pse do të vazhdojë të qëndrojë kryetari i partisë. Vangjel Dule i PBD-njës gjithashtu do të ketë një vend në listat e opozitës. Ajo për çfarë po mendohet opozita është që shpëtimi Drizi dhe Vangjel Dule nuk duhet të jenë në të njëjtin qark. Këto janë 5 partitë ndaj të cilave PD pret të sjellin vota në thesarin e koalicionit opozitar, ndërsa 20 partitë e tjera nuk do të kenë vende kandidatësh për deputet në listat të sigurta. Shumica e kandidatëve të këtyre partive do të jenë në listat e hapura.